Unë hyra në ardhë për të parë se ku ka lindur Zelenski. Zelenski ka lindur nga pjesa perëndimore e Ukrainës, ku janë më filonazistët. Ata që kanë qenë me trupat e Hitlerit, sepse pjesa lindore, ata që janë matan në Dnjeprit, ata janë kozakët, pjesa që u ishin me ushtërinë e kuqe. Pjesa këne ishin ata që ishin me nazistët. Ky ka lindur në mes të asaj zone ku është antihebraizmi më i madh. Bravo. Dhe ky ka folur rusisht dhe ky është rritur në Rusi. Tani është i sekret që ndoshta ti nuk e di. E gjithë kjo frym ka lind nga hebraizmi brenda Ukrainës. E gjithë kjo po them ka lind nga ata. Domethënë ky po vetëm po e zbato, po i kënaq, si thot ai Hoxha. O e ke kënaq. Edhe ky nuk unë nuk e kuptova logjikën tënde kur the emisionin e kaluar. Ky është duke marrë hakun e popullit vet, po i çon ukrainasit në zatër dhe po çon pikërisht. Kjo është këta dhe pjesës perëndimore, këta që kanë qenë me nazistët, ky po i çon te satëri rusët. Nuk ju del më bari aty ne. Ky po i çon te rusët dhe pastaj dinë rusët se punojnë me ta. Por domethënë ti thua që nuk ja kalon. Jo. Atë sala ti mund të keq. Niqo. Nëse Saliu do vdesim me pishmollik, është vetëm ku shef Zelenskin. Që s'ja kalova. Sinqerisht, po. Është i vetëm me pishmollik. Dhe pani, ndoshta është ajo forca që do me ardh prapë të bëhemi një kryeministës, ku diu ta shuj fare këtë vena në gjë. Domethënë tani seriozisht po të fletem ai dhe në pas të gjithë studimeve dhe në të gjithë konkluzioneve, nëse je me PD-n nuk je normal. Qoftë dhe votues, të kam zemër e nidhi mentat, po nuk je normal, ti ke nevojë për doktor. Dezintoksikim. Bravo, është e pamundur. Ti jesh i djathtë shqiptar. Dhe më i djathtë se unë jam afër nazizmit për sa i përket djathtët shqiptar. Dhe ti jesh me PD-n. Këto të dyja nuk shkojnë, vlla. Nuk kanë kurrin në asnjë hap tënd. Duke filluar nga studiot, ku ti hedh çdo lloj helmi ndaj vendit, nuk ke një vepër që ti nuk e dash me e pengu brenda këtij vendi, çfarë do qoftë. Më kupton? Ka qenë për të bëu naz, je mundu me bloku 3 vjet. Ka qenë për të futur në Europë, je mundu me bloku. Ka qenë për të hapi rrugë tjetër, je mundu me bloku. Ka qenë për të bëu shesh, je mundu me bloku. Ka qenë për të bëu një që se duhet shpjegu dhe kjo dhe shu që më erdhi fikrisht tash. Ka qenë për të bëu drejtësia, je ti ai që ke bloku deri në fund. Sepse shumë thonë për shembull, o drejtësia e Ramës, ma trego drejtësinë e Salës e njohim ne. E dim se çfarë ishte. Pra nga seleksionimi që do më keq për këtë lloj, si mund të them, krahasimi që mund të bëj. Në vitin 90-91, me 6 mujosha u kriju drejtësia. Ai mund që në pa. Domethënë nuk kishte më. Kush do të ulërote, kush do të sulërote, më të korruptum nuk kishte ku i bote nëna. Tash çfarë u desh? Pavarësisht se thon Sorosi e leshi e preshi, çau u desh? Është sepse u deshtryt ky mund që të seleksionosh që të bësh drejtësia e re. Po ta gjym kështu. Ky është longu. Ky është longu asaj, po duhet gëzohem se çka ka ngel mrena. Ai është tamam i fat. Pra, ai është marrë, më të kush ky është pak mërs. Italianët e kanë stronco, mund t'i fati. Bravo. Pra, është një hap që çdo shqiptar duhet të gëzohet për spakun, që t'i ndajnë pak sancat, që u seleksionu diçka, se nuk është se ishin 2 lloj seleksionimesh dhe në zgjodhë më të keqen. Ore boj një, sa të ngelin rrjet, nuk e di jam kuptove. Dhe tash hajtë fillojmë, dhe po të shikosh se çfarë ka ndodhur, për shembull ke spaku, kupton se brenda Shqipërisë nuk kalon agjentur
pa futur, sepse që spaku është i kap nga agjentura, domethënë disa nga aty, kjo është 1 dhe 1 që bëjnë 2. Këtë nuk mund ta mohoj dot asnjë, as spaku vet. Më kuptove? Shikon, ne tash e shohim sa thelli ka futur duart greku dhe Serbia. Pra, nëse doni Shqipërinë, nëse doni familjen tuaja, ishte një dorë nga PD-ja. Duhet jo të heqin, nuk bëhet fjalë të heqin dorë. Ajo duhet shkri, nuk bëhet. Tani ajo nuk bëhet. Është ky Agroni. Janë këta të ri, qoftë këta të ri, se këto janë budallëj. Këta janë budallëj, këta duan e çap, çan këto lapa e këto duan në vend pune. Këto janë çka kena prodhuar ne, është ai longu. Këto çka kena prodhuar ne 34 vjet, është lapa, është e tjerë. Domethënë populist o feist, nuk kanë as i vlerë, as i mendim, as një të nesme, zero. Vendet deputetit janë rregullta. Po u bon atë, është arritje. Më kupto, është ajo fillimin, bravo. Efektet e ashtu, kjo është, nuk është. Pse them Agroni, sepse ka kalu një jetë pak a shumë tjetër, më kuptove, dhe duke qenë më i logjikshëm, është mundësia që brenda kësaj partie të lindi një djathtë. Pra është ajo fryma që futet brenda partisë që bën ndryshimet. Më kupton se për shembull Agronin e kemi pa që është fluid. Është fluid, po ta shikosh. Është fluid. Dhe duke qenë fluid, detyrimisht do pranoj çdo lloj, sepse dhe jeta e tij tregon që pranon çdo lloj ndryshimi ose adaptohet ndaj çdo lloj ndryshimi. Bravo. Adaptohet ndaj çdo lloj ndryshimi. Pra Parana ai nuk e ka bëu si ojo feist, që është gjëja më shumë tum që ka globi, pra këta që po flas, që fola këta çunat e ri janë më gjynafët e prodhimit ojo feist. Dhe as i kap nga dëshira për të bërë pushtet për të bërë një lek, siç u kriju PD-ja në 91-ën, që u kriju, të kuptohemi që është template në gjitha kombet e botës, nuk është se u kriju vetëm kene. Jo, në gjithë lindjen kështu. Bravo, po çan do për shembull po ca kombe e kuptuan më shpejt. Dhe i kapën shpejt. Bravo, dhe i lani 3-4 vjeç këtyne ose 5 vjeç ose 10 vjeç dhe i larguan komplet nga skena politike, se një parti e tillë nuk bën më. Është soi për shembull se ta mund të ndërtosh një kamion do ta futesh në autostradë tash të heci me 300 km/h. Jo, nuk bën më, nuk është kamion. Kurse ne kishim gomar. Nuk bë, është. Dhe ata vetë dinë që nuk bëjnë, nuk është problemi se po ja u them unë. Ata janë fjalën më të bukur, më tha njëri nga këta. O zotri, tha, ne kemi, tha, një të vdekur në shtëpi, tha, që s'na e pranon as morgu dhe as varrezët. Po, okej. Për listën e Salës unë morën vesh. Jo, për listën e Salës nuk mund të flas. Nuk do më zero, nuk mund të flas fare.